Panajëri Ditët e Bujqësisë 2026 në Lushnjë mblodhi këtë vit 10 fermer, agropërpunues dhe përfaqësues të industrisë bujqësore nga e gjithë Shqipëria, duke u kthyer në një pikë të rëndësishme takimi për shkëmbimin e eksperiencave dhe promovimin e produkteve vendase. Në këtë aktivitet nuk munguan as përfaqësuesit e fabrikave të përpunimit të vajit nga rrethi i Belshit, të cilët prezantuan cilësinë dhe traditën e prodhimit të vajit në zonën e Dumres. Me produkte të ekspozuara dhe të shoqëruara me interes nga vizitorët, ata treguan se si përkushtimi ndër vite dhe investimet në teknologji kanë ndikuar në rritjen e standardeve dhe konkurrueshmërisë në treg. Panajëri shërbeu jo vetëm si një hapësirë promovimi, por edhe si një mundësi bashkëpunimi mes prodhuesve, fermerëve dhe investitorëve të rinj. Përfaqësuesit nga Belshi vlerësuan rëndësinë e pjesëmarrjes në aktivitete të tilla, duke theksuar se ato ndihmojnë në zgjerimin e tregut dhe njohjen më të gjerë të produkteve lokale. Ditët e Bujqësisë në Lushnjë konfirmuan edhe një herë rolin e tyre si një platformë e rëndësishme për zhvillimin e sektorit bujqësor, duke nxjerrë në pa potencialin dhe punën e palodhur të fermerëve dhe agropërpunuesve shqiptar. Të nderuar teleshikues, sot jemi në ditën e dytë të Panajërit Ditët e Bujqësisë 2026 Lushnjë. Në këta panajër marrin pjesë dhe fermer dhe prodhues të vajit të udhërit nga zona e Dumres. Ti ndjekim. Të nderuar teleshikues, këtu në panajërin e Lushnjë jemi në zotën Drini Zusi, drejtori i shitjeve, të Pleu Azofer. Edhe të biostimulantit në treg. Atëherë me çfarë jeni paraqitur në këtë panajër? Ne në panajër jemi paraqitur me dy produktet organike që ne prodhojmë në Shqipëri, produktet pleruse, me plerusin organik bazë Azofert, i cili ka tashmë 3 vite që prodhohet, tregtohet në Shqipëri, është i pari plerues i llojit të tij që prodhohet në Shqipëri, dhe me biostimulantin Nutriviv që po prapë është i pari biostimulant 100% organik i certifikuar që prodhohet në Shqipëri. Këto janë dy produkte që po i ofrojmë dhe paraqesim fermerëve. Ju keni shpërndar të lloj Pleu Azofert në zonën e Dumres. Kryesisht për udhëhim dhe për fresta. Dhe si të ka qenë rezultati, sipas jush dhe sipas. Ky bëhet viti i tretë që ne e shpërndajmë dhe çdo vit ka ardhur në rritje falë edhe bashkëpunimeve shumë të fryshme me shumë fermerë dhe edhe shoqata në zonën e Dumres. Për këtë vit është ende pak herët, ndoshta të flasim, por fakti që çdo vit ka ardhur në rritje tregon besimin dhe tregon efektin e mirë të plerusit që ka pasur, të cilat do i përmend. E para është produkt organik dhe i ndihmon fermerët që të certifikohen dhe të arrijnë tregje, të aksesojnë tregje ku mund ta shesin produktin e tyre më shtret për shkak se nuk lasin vetje. Gjëja e dytë që është shumë e rëndësishme se duhet të jemi konkret. Ky produkt i rrit rendimentin prodhues çfarë do lloj bime në të rasteve të ullirit. Nuk po flas me shifra apo me përqindje, por minimumi shkencërisht çfarë është provuar nga testet tona, minimumi 10 deri në 15% rritje rendimenti që do të thotë më shumë para të arkëtuara për fermerët. Atëherë këtu afër kemi dhe fermerin Gzim Paja, i cili ka përdorur këtë Pleu Azofert. Atëherë ju keni përdorur. Cili ka qenë rezultati? Po, përshëndetje, du të them pak histori mbi fermën time. Ferma ime prej 3 vjetësh, ose më 3 vjetësh mora iniciativën për ta kthyer në fermë organike, për arsye që ne të konkurrojmë të treg me një cilësi më të mirë dhe të fitoj fermesi, fermer të fitoj më shumë. Në të vit kur fillova të certifikoj nga kompania BioInspect, më kërkua shprehjesisht në përmjet që ne do të përdorim vetëm plera të certifikuar organik. Në Shqipëri kërkuam dhe kishte shumë plera që vinin nga importi, por ne menduam ju keni fermë të certifikuar. Ne kemi tani këtë vit për 3 vjetësh ne jemi certifikuar, por që të certifikohet një fermë do kur monitorohet nga kjo kompani do prej 3 vjetësh që të përdorësh vetëm plerime organike. Përpara 3 vjetësh ne kërkuam në treg dhe kishte shumë produkte organike ose plerime organike nga importi, por ne menduam që të bashkëpunojmë me kompani vendase për një afat më të gjatë. Përveç këtij fakti që e përdorni me qëllim që jeni të certifikuar. Rezultati, si ka qenë rezultati? Atëherë, do dalim ke rezultati. Që para 3 vjetësh, dhe nga... Interesant dhe fermerëve. Po, patjetër. Pleu që përdorëm
kishte dhe të shkruar elementet që kishte dhe përveç elementet kryesor azot dhe fosfor e të tjerë me radhë, që ka një, du të shprehemi që ka një rëndësi të veçantë. Këto element që ka ushqyes i ka produkti që përpunojnë dhe kjo tregon që kjo ka dhe efektet e veta. Domethënë përveç elementeve kryesore ushqyes për bimën, kishte dhe mos gaboj 19 mikroelement. Edhe kjo mendojnë që është ndryshimi që atë vit me vitin e parë të përdorimit, efekti i mahnitshëm, i paluajshëm që kur futeshe në zonën me ulli edhe pa njohur ara ku unë punoj kishte ndryshim. Po me koston, si është me koston? Me koston është shumë më lirë se sa plerat kimik. Por ju e dini që fermerët kanë humbur besimin tek plerat kimik. Edhe prej 3 vjetësh çdo gjë ka ndryshuar, po dhe prodhimi është trefishuar. Edhe një gjë shumë të rëndësishme që du të them, këtë vit ne kemi përdorur, kompania ka menduar duke parë dhe problemin që kanë fermat ose fermerët për mungesën e fuqisë punëtore, ka bërë të mundur që të ketë një produkt me spërkatje gjesore. Të njëjtën gjë që mund bëj produkti kur ja hedh tek bima, që kërkon një kosto të lartë fuqi punëtore, tani unë me 2 ditë me një ar prej 4 hektarësh, për 2 ditë unë arrita që ta spërkat dhe efekti i njëjtë i drejt për drejt. Atëherë faleminderit. Faleminderit juve. Atëherë këtu në Panajër kanë ardhur fermerë dhe prodhues të vajit të ullirit nga zona e Dumres. Atëherë këtu kemi zotin Aldo. Çfarë përfitoni nga ky Panajër? Atëherë në Panajër ne përfitojmë klientë të ri, kontakte të reja për të promovuar vajin ton të zonës së Dumres. Juve tregtoni vaj ulliri që merr nga fermerët? Kemi tregtuar vajin e ullirit, vjet kemi mësuar disa baleta në Amerikë. Këtë vit po mendohemi që të eksportojmë në Angli, por gjithsesi tregu është shumë i vështirë sepse ne dalim me kosto shumë të lartë. Faleminderit. Ju uroj sukses. Këtu jemi me përfaqësuesin e fabrikës Vajt Dumrea. Ata ju keni ardhur në Panajër. Eksportoni vaj ulliri? Po, tani sa kemi filluar pak nga pak për në Angli, sepse atje jemi dhe të vendosur. Çfarë kapaciteti ka fabrika juaj? Fabrika ka 6 tonë në orë. Sa vite keni që keni? Vite. Grumulloni vaj nga fermerët? Po, grumulloni. Me çfarë çmime si grumulluat të vit? 6,5. Po. Atëherë, faleminderit. Vazhdojmë të jemi tek stenda e Dumres, në Panajërin në Lushnjë. Atëherë këtu jemi tek fabrika Allkia. Atëherë, me çfarë jeni paraqitur? Ne paraqitur me vajin, për vajin që prodhojmë bio, dhe të shohim rezultatet. Eksportoni vaj ulliri? Kemi eksportu, po megjithse me jemi lidhur me këto fondacionet e këtyre, të shohim se do rakojnë donatorë. Nuk dihet, të shohim. Këtë vaj, domethënë, është i certifikuar ulliri? Po, e certifikuar. Bio, a? Bio. Atë urojmë suksese. Faleminderit edhe ju e punë të barë. Kjo është fabrika vajt? Altin Zek. Altin Zek. Sa vite keni që keni hap fabrikën? Kemi 10 vjet. 10 vjet. Grumulloni vaj ulliri? Si mas kërkesave të klienteve që konsumojnë vajtin. Për shembull këtë vit që shkoi, keni grumulluar? Po si mas kërkesë që na vjeqit, grumullon në shqit. Sa mund keni grumulluar? Po, si kemi majtë shmim sakta. Po, se merresh dhe vetë fermeri direkt me boshin verse menaxhimin. Po me çmimet, si keni qenë në grumullim? Çmimet, akoma smulon kostot e mundimin e fermerëve. Me çmimet që janë. Këtë vit, si parashikohet të grumulloni? Po, varet na pranaj kemi arte, mos kete na i kërkes na jashtë, se tregu mrenshëm. Sepse fermerët domethënë nuk kanë ku të çojnë vetë vajin, por normalisht
kërkojnë që ta grumulloj fabrika. Po, dhe për këta kemi ardhur që të ekspozohemi, që të krijon lidhjet, që të xhiroj punat shitët. Atëherë, përshëndetje. Ne jemi fabrika Vallosmani, jemi një dhe fabrikat të zonës së parë, jemi gati të 15 vjet në treg. Kemi ardhur në panajirin ton të parë, për herë të parë në zonën e Lushnjës, presim ndonjë kontakt nga jashtë për një sasi për eksport, të shohin sepse tregu i brendshëm është pak problem. Ju keni qenë të parët që keni hapur fabrikën e vajit? Po, ne dhe kemi qenë një të parët që kemi hapur fabrikën në zonën e Belçit të parët. Atëherë unë ju uroj suksese. Shumë faleminderit gjithashtu. Keni grumulluar vaj vitin e kaluar? Kemi, po tregu ishte dobët. Atëherë ju uroj suksese. Kemi fabrikë vaj, jemi në fshatin Kajan, Bashkia Belës, Besim Leka, prodhojmë vaj, marrim vaj aq sa shesim, nuk shitet vaj, kemi probleme. Sa vaj keni shitur vjet? Vjet kemi shitur 15 ton vaj, kemi shit, po fabrika prodhon shumë vaj. Sa prodhon fabrika gjithsej? Fabrika prodhon shumë vaj në ditë. Ta llogësim 200 kujtal ullin për shembull, janë 4 ton vaj në ditë. Kur ke punë full që është kështu, prodhon shumë vaj. Problemi është nuk shitet vaj. Me fjalë 10, 20% që grumulloni ju 10-20%. Po, kështu del vaj. 20%. Po këtë vit do grumulloni, si e keni parashikuar? Shenjat janë do marrim, po se sa duhet çmimi nuk e dim. Keni kriju në lidhje për shitje? Ne lidhje këtu brenda për brenda, nuk kemi me që të krijosh lidhje, tu krijosh kesh në kontratë me jashtë shtetit. Shemë zona Dumres ka shumë fabrika. Këto fabrika nuk mund të unifikohen bashkë për shitje? Të bashkëpunojnë? Po du të ketë na një që na mbledhin ne që të bashkojmë dhe të bëjmë diçka. Neve si fabrika çfarë të bëjmë neve? Se po të bashkohet, besoj që malli shitet më mirë. Shitet më mirë, edhe du të lidh në kontratë që ta shes vajin, se brenda për brenda nuk shitet gjithë vaj, se ka shumë mullinj tash. Sa vjen veç se rrit ulli, ka shumë mullinj. Ka shumë tonazh vaj. Brenda për brenda Shqipërisë, shteti tonë nuk marron ky vaj. Do të kemi kontratë me jashtë shtetit. Unë do ju rekomandoja që ju duhet takojë gjithë si fabrikat të zonës Dumres. Më mirë. Edhe të jeni të lidhur me njëri tjetrin, edhe njëri të marrë atë parësin, po themi. Po. Që të shoqate ka lavë. Po, si tip shoqate. Tip shoqate. Po, ta mund shoqate. Sepse vetëm, po, se njëna një nuk mund të shit. Po, nuk shesim dot, ja. Se do që të mlidhim gjithë dhe të grumbullot vaj me event, jetë njëri parë si shtu ti, edhe të shitet vaj, se ndryshe ka shumë probleme. Tek nuk mund të shitet. Jo, nuk shetot. Se dhe firme madhës këtë gjesë, ai nuk e pësën do t'i fabrika tonë. Do t'jenë shumë fabrika me event. Fermerët ke ju i kanë sytë për grumullojnë vaj. Gjithë fermerët. Na kanë njët probleme që fabrika duhet grumullojnë vaj. Po. Edhe ne pas kemi që bëjmë se s'është vaj jonë me fjallet. Edhe fermerit maj vaj aq sa të konsumon për vetë. Aq sa do vetë. Edhe mira shu është, bjeri ullit, ta grumullojmë në vaj, edhe të shitet vaj me shumicë. Edhe faleminderit. Ju faleminderit juve. Përshëndetje Adriatik, shohim që jeni këtu me prezantimin e vajit tuaj. Mund të na thoni diçka sa viti ka fabrika, kur keni dalë me prodhimin e vajit, si ka qenë ky vit, si prisni vitin e ri? Sezoni jo fort i mirë, po prap i kënaqshëm. Tani vaj po dalim me logot, që t'jem një treg sa më të mirë, se problem tregu është. Cilësia dihet bio, vaj ulliri i zonës tonë është koronek, dihet. Që thatë ju Adriatik e thonë gjithë, që cilësia është shumë e mirë, pse diferencon vaj juaj në Belgj nga zonat e tjera të Shqipërisë? Vendi është, si tu është toka, e bën vetë toka. S'ke është vendi, për çdo gjë, ndaç vaj, ndaç rrushim, çdo produkt dhe më mirë. Si e prisni prodhimin e 2026-ës, sezoni po vjen shpejt, në tetor ju nisni punën? Besoj se do ketë shumë si vjet, si mos çfarë shikojmë, po shohim gjithmonë tregu, kryesori është vetëm tregu. Kjo na pengon. Faleminderit shumë, suksese, edhe sa më mbar. Faleminderit. Erald, përshëndetje. Shohim një markë të re
mbase fabrika ka qenë, po neve në Belç të paktën diellorin nuk e kemi parë më përpara. Na trego pak të lutem. Ku ndodhet fabrika, sa vite keni që jeni, edhe si doli diellori, edhe pse diellor? Tani ne kemi qenë 2022 që operojmë në treg, s'kishim një markë, një brand, ishim thjesht një fabrik vajzë shtypshim ulli, asnjë gjë më tepër. Pastaj duke kaluar, duke marrë eksperiencë, krijuam brandin ton diellor, që do thotë diell për të gjithë, diell për fëmijë, për çdo gjë. Ky ishte iniciativa dhe e krijuam. Ju jeni dy të rinj që keni krijuar këtë, ti dhe Sabiani, praktikisht ku e shihni veten, ku e shef diellori veten? Do të vazhdoni të jeni kjo fabrika që shtypni, apo tani që keni dalë me markën e tuaj, juve synoni dhe tregjet europiane apo ndërkombëtare? Tani duke qenë se jemi të ri, normal që kërkojmë të ecim sa më përpara, sa më lart. Shikojmë si do na ecin gjërat, inshallah arrim sa më lart. Dhe njëherë ku e gjejmë diellorin? Gjendemi në Grekan, në hyrje të fshatit, brigada 3. Faleminderit shumë, jemi në panairin e Lushnjës me diellor. Përshëndetje nga panajiri i Lushnjës, është dita e dytë e këtij panajiri. Këtu kemi 12 biznese të Belshit, kryesisht në fushën e vajit të ullirit, po kemi dhe paja. Kemi Gëzim Pajon, i cili në Belsh ofron një agroturizëm, vaj ulliri, sporte, agrikultur, kultivim peshku. Gëzim, të lutem na thuaj diçka më shumë për veten. E dim që në Belsh praktikisht është një biznes shumë i njohur, po do donin për ata shikuesit që të shohin për herë të parë. Të na prezantosh agroturizmin dhe vajin tënd të ullirit. Po, përshëndetje. Atëherë është viti i disati që ne marrim pjesë në panajire kombëtare dhe ndërkombëtare. Por sot jemi në Lushnjë. Ky panajir është 3 ditë ky panajir, dhe përveç vajit ullirit që është një produkt që unë prej 3 vjetësh e kam të certifikuar, jam në eksport, por këtë vit vimi një produkt të vajit ullirit akoma më të veçantë, kur është certifikuar me statusin shqiptar, me standardin shqiptar dhe amerikan. Vaj ulliri paja 100% organik, dhe jo më larg se dje, ku ishim në një takim me ambasadën japoneze, dhe së shpejti do fillojmë dhe eksportet për në Japoni. Një treg shumë i madh, që ne do zgjidhim problemin e kompanisë tonë, anën ekonomike pa diskutim, por dhe të fermerëve të zonës. Ky është një lajm i shkëlqyer. Pra qytetarët japonezë do kenë mundësi të provojnë edhe të shijojnë edhe të blejnë produktin unik të Belshit. Në fakt edhe kolegët e tjerë, edhe kompanitë e tjera theksuan që vaji juaj i ullirit, fal bekimit të natyrës që na jep neve Dumrea, është unik dhe ka një cilësi unike. Ti si e shef? Dhe lajmi më i mirë është që neve kemi të paktën në Belsh për herë të parë një vaj të certifikuar organik. Është shumë e vështirë, por juve jam e bindur që ka qenë një rrugëtim shumë i gjatë dhe shumë i mundimshëm, pasi ne e dim se sa vështirë është të marrësh certifikimin e një produkti organik. Atëherë ne kemi arritur për 3 vjetësh në monitorim nga kompania BioInspect. Certifikuam si fermer, Apostol Paja si fermer, dhe pastaj certifikuam dhe kompaninë që të dilshim me etiketën tonë. Nuk është çështje të eksportojmë, ne duhet të eksportojmë me brandin tonë, me emrin tonë. Tani të gjithë analizat për disa vitësh që ne kemi çuar në vendet europiane për të parë cilësinë e vajit ullirit dhe që të eksportonin vaji ullirit i Belshit, ka dalë një cilësi shumë të lartë. Kjo, sipas specialistëve, është fal cilësisë të tokës, që është toka kodrinore, lartësia mbi nivelin e detit, e tjerë elemente të tjerë, gëlqerore e të tjerë. Atëherë, do t'ju them, ndryshimi nga vitet e tjera, jam shumë i emocionuar, por dhe entuziast për arsye që këtë vit nuk marr pjesë vetëm unë në panajirin e Lushnjës nga Belshi, po marrim pjesë mbi 12 kompani. Dhe kjo duhet ta theksojmë që kjo është fal projektit me Unë të bën, që ky projekt dha mundësinë të gjithë kompanive të tjera që ishin të pamundur për të arritur këto standarde, për të dalë dhe në një panajir kombëtar, për përfaqësuar produktin e vet, me etiketën e vet, por njëkohësisht nuk kanë përfaqësuar veten, kanë përfaqësuar dhe një grup fermerësh që kanë pas dhe që blejnë vajin ullirit. Ky është për falendëruar projekti me Unë të bën,
që tham dhe një herë që falë këtij projekti ne kemi një stand që përfaqësojmë një bashki të tërë. Është në fakt shumë krenari për televizionin ton, për Belç TV, të shohim se sa denjësisht në një panajir ndërkombëtar, duhet thënë, të paktën e kështu e pam, të kenë një stand të tillë, pra Belçi të jetë kaq dinjitoz në një sër dhe në një mori brendesh ndërkombëtare. Ne shohim këtu shumë marka ndërkombëtare dhe realisht ju urojmë suksese pajës në radh parë dhe të 12 bizneseve të tjera, po jo vetëm, të gjitha fabrikave të vajit të ullirit të cilët janë, sepse ne besojmë fort që ulliri dhe vaji i ullirit mund të jenë një produkt që të identifikojë Dumren tonë në tregje ndërkombëtare. Faleminderit dhe suksese. Faleminderit. Të nderuar teleshikues. Tu jemi me Anën Keri, përfaqësuese e UNDP Albania. Dhe unë e falenderoj për rolin e gazetares që majti këtu, pasi e ka dhe në profesion. Atëre, në emër të televizionit Belç TV, unë ju falenderoj për këtë ndihmë. Atëre, mund na thoni se ku punoni dhe çfarë? Po, përshëndetje të gjithëve, përshëndetje gjithë qytetarëve të Belçit e të Dumres. Unë jam Ana Kekezi, unë jam pedagoge marketingu në universitet. Kam punuar shumë gjatë në televizion dhe për këtë arsye u ofrova të marr këtë rol që ju ma dhat me shumë bujari. Kam punuar në 3 televizionet kombëtare si drejtoresh marketingu, jo si gazetare. Edhe jam angazhuar me UNDP Albania në këtë programin që kam mbledhur 12 bizneset e Belçit që e përmendi me të drejtë dhe paja, për cilët dhe neve si program kemi krenari. Është një program që e mbështet qeveria suedeze, i cili e kam në kurrizin tim dhe është bashkëpunimi me supermarkete dhe zgjidhet për SDK-t. Qëllimi është që bizneset shqiptare, ky është qëllimi kryesor i programit, sidomos në agrikulturë, në bujqësi dhe në agropërpunim, të jenë konkurrente në tregjet e huaja. Ne vërtet, si një program mbështetës, edhe qeveria suedeze beson se produkti shqiptar ka një cilësi absolutisht maksimale dhe meriton të jetë në tregjet e huaja dhe në raftet e konsumatorëve të huaj. Programi është në bashkëpunim me Bashkinë Belç, duhet ta përmendim këtë dhe për këtë falenderojmë edhe bashkinë e cila në ka suportuar në fazën e parë, edhe kryetarin e bashkisë zotit Afani për gjithë ndihmën që më ka dhënë. Unë personalisht për te i programit e ndjek me shumë skrupulozitet televizionin tuaj, jo në ekran, jo në televizion, por në YouTube. Ju përgëzoj sepse ajo që kam parë në të gjitha videot është që ju çoni te qytetarit, te fermerët atë që vërtet duan. Pra ju i edukoni, jo vetëm informoni, po ju i edukoni si të kujdesen për prodhimin e tyre, si të kujdesen për kulturat e tyre, ju promovoni Dumren, ju promovoni lashtësinë e saj, të cilën unë jam e bindur që edhe brenda në Shqipëri ende pak e njohin se sa e bukur, sa e magjishme është Dumrea. Dhe unë në emrin tim personal dhe në emrin në Belç TV ju falenderoj për këtë kontribut që jepni për fermerët e Dumres. Dhe është kënaqësi e madhe bashkëpunimi me ju dhe me UNDP-n. Faleminderit shumë. Edhe këta kanë shumë nevojë për të bashkëpunuar me njëri tjetrin. Aty fola dhe atë që fermerët duhet këto produktit e vajit duhet bashkohen me njëri tjetrin me qëllim që të shesin vajin, pra të krijojë një treg i përbashkët. Të krijojë një treg përbashkët sepse tek ta nuk mund të ecë. Ka qenë një nga qëllimet kryesore me të drejtë juve sollët, ka qenë një nga qëllimet kryesore të programit që praktikisht i bashkoj këtë sektor, madje të bashkoj jo vetëm prodhuesit e vajit të ullirit të Dumres, por t'i bashkoj edhe me prodhuesit e vajit të ullirit të Lushnjës. Atëherë shumë faleminderit. Mirupafshim, suksese. Faleminderit. Atëherë po shohim këtu që keni ekspozuar mjalt dhe nën produktet aty. Atëherë nga vini? Neve është viti i parë që na kanë ftuar këtu në Bashkia e Lushnjës dhe vim nga Përmeti. Kemi disa vite që merremi me bletarin, 30 vjet kemi qenë në Greqi burrë e grua, kemi 4 vjet që jemi kthyer në Përmet. Dhe tham me qënë se po merrshim atje e hapëm edhe në Përmet këtë bletarin ton. Dhe punë e parë që kam bërë në Greqi ka qenë ky zanat, bletaria. Dhe më shtyu shumë dhe nuk ju ndava këtij zanati. Sa vite keni që mbashtroni? Unë në Greqi kam punuar 30 vite. Dhe vazhdoj akoma këtu dhe 3 vjet, 4 vjet këtu, 34 vite.
Sa koshere bledhësh keni? Faktikisht numri se në bletarët nuk tregohet, po kaloj mbi 100 e ca. Dhe jam i kënaqur për sasinë që kam. Keni ndërmend që të zgjeroni, të shtoni? Kisha shumë dëshirë, po janë shumë faktorë që nuk mund të thuhen këtu. Janë shumë faktorë. Kisha dëshirë, po me këtë numër që kam, jam i kënaqur. Jam i kënaqur. Ju punoni të dy me gjithë nusën? Gjithë nusën, të dy. Kemi dhe gocën, është në klasë 9, vjen na ndihmon atje tek magazina që kemi, dhe goca jemi një treshje fort kur i thon. Atëherë faleminderit dhe paq sukses. Faleminderit juve.